Kam përshtypjen që dy planet nuk janë të ngjashëm, nuk janë një lloj me njëri tjetrin. Ta nuk je dakord me Goxhe? Jo, nuk jam dakord sepse thotë që janë copy-paste një tjetër. Jo, nuk mendoj se nuk kanë lidhje me njëri tjetrin. Harta e Rusisë është nxjerrë disa herë gjatë këtyre 2 viteve të fundit, disa herë kanë nxjerrë harta Medvedevi për shembull që e çojnë thuajse deri në ministrisë më lere Medvedev, se Medvedevi ka çuar deri në Poloni tash. Medvedevi postin aty ka nuk është njëri në rrugë, domethënë që nxjerr harta. Mbrojtës është zyrtare. Kështu që po, edhe Medvedevi zyrtar është. Nuk është se ka bërë ai deklaratën nga në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë. Pra atëherë marrim zyrtare. Nuk janë të ngjashëm me njëra tjetrin. Por është ndarë në 3 zona. Por tani zonat janë ndarë në mënyrë të njëjtë. Mund të ndarë në 3 zona në çdo mënyrë. Që nuk thotë janë ndarë në mënyrë të njëjtë. Po nuk janë ndarë në njëjtë sepse aty ke zona e mesit të plani rus, sot qeveri proruse. Fusi bazimisht nuk ka qeveri proruse në këtë rast. Mirë, pra, si zonë, po flasim si zonë, nuk flasim se kush administron. Kush administron është komplet diçka tjetër. Po administrimi shumë i rëndësishëm. I çon NATO, ja çon Rusisë. Aty s'ka ja çon në pjesën e jeshile, po të shohësh ti bie të realizosh atë që ka qenë qëllimi fillestar. NATO ja çon der Rusisë tek zona e pushtuar dhe që normalisht juridikisht do Ky plan mund të jetë një mënyrë hileqare për të futur trupat franceze dhe britanike në Ukrainë.